Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha ka zgjedhur të mërkurën që me gazetarët të bashkëbisedoj vetëm në koktejlin e fundit, ndërsa në konferencë kanë nxjerrë dy zëvendësit e tij, Ibrahim Gashi nga Aleanca Kosova e Re dhe Petrit Selimi nga Partia Demokratike e Kosovës. Gashi ka lavdruar punën e ministrit Hoxha, ndërsa Selimi punën e Pacollit e ka quajtur fantastike. Të dy së bashku kam vlerësuar se si vjetë sukseset dhe rezultatet janë të prekshme dhe dukshëm më të mëdha se sa gjatë vitit të kaluar, kur Ministria e Punëve të Jashtme drejtoi nga Skënder Hyseni. Ministri Hoxha prapa kamerave ka sqaruar se qëllimi i paraqitjes në konferencë të dy zëvendësve të tij ka qenë që të tregoj se Ministria e Punëve të Jashtme përfshin një gamë të gjerë të angazhimeve dhe aktiviteteve, ndërkohë ka bërë të ditur se një prej synimeve për vitin e ardhshëm është nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit. Zëvendës ministri Ibrahim Gashi në konferencën për media ka mohuar të ketë pasur dualizëm në politikën e jashtme ndërmjet zëvendës kryeministrit për çështje të lobimit Begjet Pacolli dhe ministrit të punëve të jashtme Enver Hoxhaj.